U rikthyem transmetim të drejt për drejt në temën e ditës. Në transmetimet tona të drejt për drejta do flasim për situatën brenda kampit të maxhorancës. Kam të ftuar deputetin e Partisë Socialiste, zotin Erion Malaj. Erion, faleminderit, kënaqësi që të kam në RTS. Faleminderit për ftesën. Dua ta filloj me një zhvillim të rëndësishëm që lidhet me Komisionin për Reformën Territoriale. Afati përfundimtar që ish lënë maxhorancës opozitës është dita e hënë apo jo? Do shkohet përtej kësaj, ka ndonjë mundësi negociate apo mund të mbyllet aty? Në konferencën e kryetarëve që u zhvillua dje nuk u arrit sërish një lloj dakordësie apo një lloj pranimi për sa i përket palës opozitare që të ribashkohet në atë tryezë që ne kemi cilësuar më të rëndësishmen të këtij momenti. Më vjen keq sepse është ndër ato pika ku gjithmonë kam dashur që ne si majorancë dhe opozita të kemi një gjuhë të përbashkët dhe të kemi atë sensin e përbashkët ndaj qytetarëve. Deri në këtë moment, me sa kemi parë, ata e kanë bojkotuar, jemi besim plot, unë gjithashtu kam shpresë se deri ditën e hënë do të reflektojnë sërish dhe uroj që patjetër opozita të jetë pjesë e atij komisioni, që është i rëndësishëm për qytetarët dhe që duan ta shohin të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne si majorancë, sigurisht që kemi të gjithë përgjegjësinë dhe detyrimin që në rast se nuk do të vazhdojnë të bashkëpunojnë në atë tryezë, ne do duhet të çojmë përpara ato iniciativa që kemi ndërmarrë dhe për cilat jemi zotuar edhe tek institucionet ndërkombëtare. Ndërkohë, për të kaluar në disa tema, se duhet i cekim shkurtimisht të gjitha, do ndalem edhe te reformat integruese. Si po shkojnë ato dhe a është e vërtet që mund të arrihet objektiv brenda vitit 2027 mbyllen negociatat, mbyllen grup kapitujt dhe më pas fillon procesi i lobimit dhe i vendosjes nga vendet anëtare? Arber, ne jemi shumë të vetëdijshëm për gjithë vështirësitë që kemi dhe do të kemi në vijim për sa i përket mbylljes negociatave. Kemi thënë gjithmonë që hapja e grup kapitujve ka qenë një element i rëndësishëm dhe thelbësor, por mbyllja e tyre do të jetë një moment shumë i vështirë. Kjo për faktin sepse duhet ta kenë të qartë si qytetarët ashtu dhe gjithë politika shqiptare, që do të ketë një moment edhe sakrificash të gjitha niveleve, në të gjitha fushat dhe sektorët, sepse nëse duam që nesër të jemi vërtet një vend, si çdo vend tjetër antar i Bashkimit Evropian, ne kemi standarde për të arritur. Për të arritur ato standarde, ne jemi zotuar dhe kemi marrë përsipër që brenda vitit 2027 të gjitha këto standarde t'i plotësojmë në mënyrë që t'ulëm kohë pastaj vendeve të Bashkimit Evropian që në parlamentet e tyre të shqyrtojnë aderimin e Shqipërisë me të gjitha të drejtat e plota në familjen e madhe evropiane. Patjetër që besojmë tek ajo datë që kemi dhënë, tek ai premtim që u bë dhe gjatë fushatës zgjedhore, por është një premtim për cilin kemi gjetur një lloj dakordësie dhe një lloj realizimi real, do ta quaja unë, edhe nga ana e Bashkimit Evropian, e Komisionit në veçanti, pra ata e dinë që ne jemi në gjendje që t'i bëjmë ato çfarë jemi zotuar brenda vitit 2027, por për këtë po punohet çdo ditë dhe të siguroj që vullneti jonë si majorancë është maksimal dhe është qëllimi kryesor joni integrimi në BE. Pjesë e integrimit, një element i rëndësishëm është drejtësia e re. Shumë akuza drejtuar Partisë Socialiste nga opozita se po pengon drejtësinë. E ka dhe shumë raste, rasti Balluku, raste të tjera. Cili është qëndrimi që keni në lidhje me këtë pretendim që vjen nga opozita? Një protestë e madhe është thirrur përsëri në datën 10 shkurt. Tani Arber, është pak e vështirë që të japësh komente për këtë çështje për një arsye të vetme. Ka shqiptar sot që nuk e di që me të gjitha vështirësitë që ka sistemi i drejtësisë në vend, nëse nuk do të ishte për vullnetin politik të Partisë Socialiste, sot nuk do kishim këtë drejtësi të pavarur, sidomos nga politika që kemi. Sepse më parë e dim shumë mirë që drejtësia ishte vegël e politikës. Sot që drejtësia po vepron në të katër anët, herë në mëngjes e quajnë opozita me një emër tjetër, në darkë me një emër tjetër, dhe kur u pëlqen thonë e kontrollon majorancën dhe kur nuk u pëlqen u gjen diçka ndoshta atyre njerëzve që merren apo punojnë sistemin e drejtësisë. Ne nuk duam ta bëjmë dhe s'do ta bëjmë asnjëherë. Ne kemi shumë të qartë, si grup parlamentar, gjithmonë jemi shprehur pro mbështetjes së të gjitha iniciativave që forcojnë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Dhe kjo nuk ka të bëjë me raste individuale, dhe rastet që u përmendët ju siguroj që
brenda të gjitha standardeve të drejtësisë, majoranca do të mbajë qëndrimin e dur dhe atë qëndrim që i vlen qytetarëve që na kanë dhënë 83 mandate. Ne kemi arritur në një moment ku pasi kemi siguruar sistemi drejtësisë të gjitha ato çfarë ka kërkuar, tani kërkojmë vetëm standarde europiane, sepse jemi drejt atij qëllimi. Por kjo as pak nuk e prek, kërkimi i standardeve as pak nuk e prek sistemin e drejtësisë, edhe për më tepër që nuk ndikon fare politikisht te sistemi i drejtësisë, e lë atë që si gjithmonë gjatë qeverisjes tonë të pavarur dhe njëkohësisht të jesh i bindur që do të jetë gjithmonë i mbështetur nga grupi parlamentar dhe nga Partia Socialiste. Më jep një përshtypje personale, Erion. Ti je deputet i ri, por me eksperiencë, ke qenë pedagog, ke eksperjenca të mbarshme, pra nuk je i ri në eksperjenca pune. Më jep një koment si e shikon atë që ndodh në parlament, akuzat që vijnë ndaj majorancës për bashkëpunim me krimin, bashkëpunim me kartelet e drogës, narkotrafikant, narkoshtet. Si është nga brenda parlamenti në syt e një deputeti të ri? Po. Që të jemi sinqert, Arber, në fillim impakti ka qenë i veçantë tek unë. Nuk e prisja që parlamenti të ishte më shumë zhurmë ndonjëherë se sa punë reale. Po jo nga gjithë. Ka kolega ty që ti je i sigurt nga majoranca po sepse e kanë edhe gjithë barrën e përgjegjësisë, pasi jemi pjesë që qeverisim vendin, por dhe në opozitë ti je i sigurt që ka deputet dinjitos të përgjegjshëm serioz. Ka të tjerë që në sytë e mi bëjnë një rol që i nxjerr pak jashtë vetes, kjo edhe për të mbajtur balancat caktuara brenda partisë, por edhe për të patur një pozicion sa më drejtues dhe të lartë brenda partisë. Por për të ndalur prapë tek ajo që ju thatë, tek akuzat e opozitës. Mua, të them të drejtën, nuk më pëlqen që ne në politikë nuk bëjmë gjë tjetër veç se akuzojmë njëri tjetrin. Unë do doja që ne të gjitha forcat politike në parlament të ishim shumë më të qytetëruara ndaj njëra tjetrës, të ishim shumë më korrekte ndaj njëra tjetrës për atë çfarë ne përfaqësojmë, se në fund ne përfaqësojmë qytetarët shqiptar, nuk ka rëndësi nëse janë të njërës parti apo tjetrën, sepse unë si Erion, me qenë se më pyete personalisht, nuk i shoh njerëzit me ngjyra kur vjen puna te përfaqësimi. Unë nuk e di fare se kë mund të përfaqësoj, se kë mund të votoj, më fal, një qytetar që unë e përfaqësoj, kur më pyet apo më kërkon që ta asistoj në diçka. Është gjëja e fundit që mund të më shkojë në mend që ti them po ti je mbështetësi imi apo jo. Në këtë moment nuk ka vlerë më, unë jam deputet i kuvendit, unë jam përfaqësues i çdo shqiptari, brenda dhe jashtë vendit. Dhe kjo do të jetë fryma, ndërkohë që unë shoh që kjo frymë nuk ekziston akoma, ka shumë probleme, po kam besim, Arber, edhe pse te shumë nga ne të rinjt apo që kemi mandatin e parë si deputet, ka paragjykime, ka dhe sulme deri diku, jo fort të drejta, se nuk është e thjeshtë sot hysh në politikë, ti je një vajzë e re apo një djalë i ri edhe të sulmojnë me njëherë. Po unë kam shumë besim se ne kemi të rinj që do sjellin disa ndryshime politik. Unë uroj të jem një nga ata që të ndryshoj pak mentalitetin dhe mënyrën e politikbërjes këtu, sepse edhe në bisedat që kam zhvilluar unë dhe të rinj tjerë me kryeministrin Rama, qëllimi kryesor dhe ajo çfarë na është kërkuar nga ai ka qenë që ju mundësisht të bëni sa më shumë partinë si vetja juaj, dhe jo të bëheni ju si partia. Ky është qëllimi. Ne duam të sjellim një frymë të re, pa i hequr asnjë pikë nga vlerat që ka Partia Socialiste, se janë ato vlerat përbashkëta që ne na kanë bashkuar, por njëkohësisht ka gjithmonë vend për përmirësim edhe brenda partisë tonë, patjetër, dhe pastaj edhe në politikbërje në kuvend. Ky është qëllimi. Me që jemi të opozita, një kërkesë që po ngrihet së fundmi ka të bëjë me qeverinë teknike dhe më pas krijimi kushteve për zgjedhje të lira dhe të ndershme sipas tyre. Flitet në grupin parlamentar të Partisë Socialiste për një gjë të tillë apo është jashtë diskutimi dhe për ju është i mbyllur që mandati do të çohet deri në fund 4 vite? Është një temë që nuk ekziston në grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe po them edhe pse. Do të thënë që një forcë politike të ketë 83 mandate dhe të jetë në këtë pikë ku është sot Shqipëria më afër se kur Bashkimit Evropian, me gjithë grup kapitujt që tashmë janë hapur dhe ne jemi në një proces të tillë ku kemi marrë zotime brenda vitit 2027, nuk diskutohet fare kjo tematik. Kjo është një çështje në gjykimin tim politike, një narrativ politike e opozitës për të mbajtur zgjuar elektoratin e saj që të shtyjë përpara në ato pak protesta që kanë bërë, me idenë që nëse ne vazhdojmë kështu, shumë shpejt do të kemi zgjedhje, do të kemi qeveri teknike,
të parët që e din që kjo narrativ politike nuk ekziston dhe nuk funksionon, është vetë Partia Demokratike të t'jesh i sigurt që nuk ekziston. Zoti Rama, në disa takime që ka patur, ka folur për përgatitje për zgjedhjet e ardhshme lokale. Keni filluar përgatitjet apo janë thjesht deklarata politike për të trumur ndoshta edhe pak kundërshtari? Do të them të drejtën, Albert, unë vi nga jashtë strukturave të Partisë Socialiste. Jam një nga ata deputet ju e thatë që vi nga fusha arsimit dhe jam bashkuar vonë strukturave, ndoshta 5-6 muaj përpara fushatës strukturave të Partisë Socialiste. Jam impresionuar për mirë nga organizimi që ka Partia Socialiste dhe strukturat e saj. Ne aktualisht jemi çdo ditë në punë për zgjedhjet e ardhshme. Kjo është një gjë që unë e kisha dëgjuar, po vetë nuk e kisha besuar, ndërkohë që sot kështu funksionojmë. Ne çdo ditë kemi diçka që ka lidhje me zgjedhjet që do vinë. Në mos një trajnim, një takim, një konferencë, një aktivitet, një tryezë përbashkët me qytetar, gjithë kohës. Prandaj u bën çudi forcave të tjera politike kur vjen dita e zgjedhjeve dhe thonë si ka mundësi këta. Jo, ka mundësi, se ne nuk punojmë 3 muajt e fundit. Ne jemi duke punuar sot por ato zgjedhje që akoma nuk e dinë se kur do të jenë për bashkim. Dhe njëkohësisht paralelisht me to punojmë edhe për ato zgjedhje që do të vinë mbas pothuajse 4 vitesh. Pra kjo është në të vërtetë forca e Partisë Socialiste. Kisha dhe unë dyzimet e mia para se të isha pjesë e saj, tani e kam bindje se e shoh me sytë e mi. Rënd, më jep një koment për zotin Rama, si ishtë punosh me të nga afër. Ti the diçka se çfarë ju ka thënë në momentin që ju thirrit i bashkoheshit ekipit të tij, por më jep edhe një përshtypje tjetër, sepse një pjesë opinionit është ndar, mendon se njëri autoritar, nuk lejon njëri të flasi, por dua përshtypjen tënde, si është nga afër. Tani, e para unë, zoti Rama është kryeministri i vendit tim dhe është kryetari i partisë ku unë kam aderuar. Po zoti Rama nuk është shoku im. Pra ne nuk jemi shok. Ne jemi bashkëpunëtor dhe sigurisht që në ato raste kur ne na jepet mundësia që të flasim dhe diskutojmë, unë e kam për kënaqësi sepse politikisht kam shumë për të mësuar nga ai apo nga shumë të tjerë që janë në nivel drejtues të lartë në Partinë Socialiste. Nuk është e vërtetë që është autoritar dhe nuk të lë të flasësh. Ne kemi folur aq sa kemi dashur në të gjitha forumet politike, partijake, brenda Partisë Socialiste. Në çdo moment kur ne kemi gjykuar të arsyeshme për të thënë diçka, e kemi thënë. Dhe unë jam një ndër ata që sa herë ka parë diçka që nuk shkon, jam përpjekur me shumë qytetari ta përcjell dhe të them që unë mendoj që kjo gjë ndoshta duhet të bërë kështu apo është për të bërë më mirë, po jo se jap mend në parti. Pra ka diskutime në Partinë Socialiste në grupin parlamentar. Opozita thotë që nuk piptin as mizat. Po çfarë të them tjetër, Arbo, unë nuk kam as frikë as arsye tjetër pse mos të them. Jo, të vërtetën. Jesh i sigurt që jo vetëm që flasim, po flasim për gjithçka që mendojmë që duhet thënë. E dim se deri ku është vendi gjithë secilit për sa i përket nivelit në atë parti, po kjo nuk na ndalon ne të flasim, jemi të lirë të flasim çdo opinion, çdo mendim që kemi. Ti jesh shumë i sigurt për këtë. Dhe për sa i përket marrëdhënies drejt për drejt me kryeministrin, unë kam pasur komunikime disa herë me të për faktin edhe se jam nën kryetari një komisioni parlamentar dhe ne mblidhemi shpesh herë kryetarët dhe nën kryetarët e komisioneve. Pra të Partisë Socialiste mblidhemi në tryezat përbashkëta dhe me qeverinë dhe diskutojnë gjitha ligjet që kemi për të aderuar dhe për të përafruar me Bashkimin Evropian. Dhe në të gjitha këto raste, unë sa herë që është dashur të jap një mendim apo një opinion, apo më është kërkuar që të jap një mendim apo opinion, e kam dhënë dhe kam parë absolutisht një mikpritje ndaj ne të rinjve, do thosha unë, maksimale nga ajo elit, do ta quaj Partisë Socialiste. Se në fund të ditës kryetari Rama është kryetari i Partisë Socialiste dhe nuk ka asgjë të keqe që ai mund të ketë një mendim ndryshe, mund të ketë një mendim më të avancuar politikisht se ne. Të thash që në fillim mendoj që në politik kam jashtëzakonisht shumë për të marrë nga ai dhe të tjerë drejtuesi ai. Mirë, po shkojmë në fundit të intervistës. Erion, më jep një koment cili është problemi kryesor që ka qeverisja dhe që meriton ndoshta më shumë vëmendje. Opinioni publik është i ndarë, është korrupsioni apo elemente të tjera? Shiko, unë do të jap një opinion që pjesërisht është i imi si qytetar deri dje pa qenë pjesë e politikës dhe pjesërisht tani që jam pjesë e politikës. Gjithmonë kam menduar se gjërat mund të jenë më të thjeshta për të zgjidhur kur je në politikë. Nuk është aq e thjeshtë sa duket. Kur isha jashtë kësaj, mendoja që
këtu ose ka të pazot, ose ka njerëz që nuk duan të punojnë. Edhe nuk më vjen turp të them që për këtë gjë kisha gabuar, sepse ishte perceptimi im i gabuar. Ndërkohë që sot edhe pse kam një pozicion vendimarrës apo përfaqësues si deputet, e shoh që ka gjëra që janë shumë të vështira për të bërë, edhe me gjithë vullnetin e mirë, timin dhe të tjerëve aktorë në zgjidhjen e asaj çështje. Mendoj që problemi është profesionalizmi i një pjese të administratës, pa hequr absolutisht fare nga vlerat e mëdha që ka një pjesë e madhe, pjesa më e madhe e administratës publike në Shqipëri, me të cilën ne vitet e fundit absolutisht jemi ndjerësh tinjtos dhe krenar, por njëkohësisht mendoj që ka probleme me të cilat përballen qytetarët çdo ditë që na bëjnë ne të ndihemi keq. Duke nisur që nga gjykimi im ky problem thelbësor është çështja e legalizimeve dhe certifikatave të pronësisë, problematik në gjithë Shqipërinë, por problematik edhe e mbartur Arbërt, sepse janë marrë disa vendime në vite të ndryshme gjatë tyre 30 e kusur viteve, por prapse unë jam shumë besiplot që do të përpiqemi të ndryshojmë shumë gjëra shumë shpejt. Edhe pyetja e fundit, ka klane në Partinë Socialiste apo jo? Që kanë debate, ka rryma, si funksionon? Në këto muaj asnjë plan, asnjë rrymë, asnjë dallgë nuk kam parë në Partinë Socialiste. Jam shumë i kënaqur nga ajo që shoh, edhe besoj që do të vazhdojmë të jemi kështu, sepse në shpërgjithësi e madhe të kesh 83 mandate Arbër është diçka që as ne vetë ndoshta nuk e kishim menduar deri në momentet e fundit kur statistikat na thoshin që do marrim aq mandate. Aty filluam të kuptojmë që tani nuk mund të gabosh më. Qytetari të ka dhënë çdo gjë. Nesër ka gjithë drejtën e Zotit të thotë çfarë do më nga unë. Të kam dhënë 83 mandate. Nëse nuk di të bësh gjë siç duhet, siç ta kërkoj unë edhe kësaj radhe, atëherë nuk e di çfarë kërkon më nga unë. Kjo është përgjegjësia me cilën përballemi, s'kemi kohë as për rryma, as për dallg, as për stërkëmsh apo e them në gjuhë popullore, kemi kohë vetëm për bashkëpunim. Mirë, në fund të intervistës, Erion Malaj, faleminderit, kënaqësi që të kam. Faleminderit tyre. Ndërkohë me këtë intervistë në fund të temës së ditës dhe për sot ju uroj gjithë një fundjavë të mbar. Takimin ton e kemi si gjithmonë ditën e hënë në orën 16:35.